Ka të vërteta apo janë trillime? Jo, ka shumë të vërteta. Ajo gjykatë speciale ka pas një zyra atje në Beograd, por jo kur në Prishtinë, që është një absurditet në vetvete, sepse futet mrena palëve të përfshira në konflikt, nëse mund të themi këtu, ku ka qenë se kish një zyra atje të pjesa ku ka shkaktu gjenocidin e hup validitetin e atyre provave. Atje ka pas prova të dokumentuara që prokuroria e Serbisë e ka shërby gjykatën speciale. Atje kem raste ku dëshmitar atje të prokurorisë kanë qenë pjesë të MUP-i, si thuhet, strukturës që ka organizuar gjenocidin ndaj shqiptarëve. Ka pas njerëz që kanë qenë paramilitar dhe ka pas njerëz që kanë qenë të përfshin drejt për drejt, madje edhe janë lavdu me pasojat që i kanë shkaktuar në Kosovë. Sigurisht nëse e lidhim që nga fillimi, e shohim edhe bashkëpunimin e prokurorisë serbisë me atë speciale dhe krekosjen e tyre publike, që ata janë argumenti, si me thoni, suksesit të politikës sërbe në afrimin e materialeve që i bëjnë gjykatës speciale. Paramendoni një situatë këso lloj absurditeti që bardh në vete, do të thotë e zhvlerëson viktimën, i jep të drejtë agresorit dhe përmbys gjithë tregimin e madje edhe të intervenimit të NATO.